Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimet të nësita ku me të Allah subhanahu wa taala, sot ati përgjëron që të lavdëroj dhe të begoj dërguarit e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjellë. Në vëllezër, çështjet e njerëzve ndaj feve dhe në veçanti ndaj fesë së vërtet, janë çështje ndryshme, çoh nga ana e studimit, çoh nga ana e interesimit, çoh nga ana e ndoshta edhe e shtjellimit edhe përplasjes. Mirë, po një prej çështjeve që është shumë e rëndësishme me e zotru mirë me shpjegu, ju kisha ftuar se jeni të denjë për me zotru, është ajo çështja që ka të bëjë me matjen e zbatueshmërisë. Shpesh ti e plason një ide, ti shpesh ndoshta edhe je super i bindur me një ide. Mirë, po nuk je shumë i aftë për me kallzu sa e zbatueshme ajo ide. Edhe ardhe dente një ide e saktë, ardhe dente një ide e mirë, nuk është funi. Sa duhet pastaj këtë ide të mirë me vërtetu që është domethënë e zbatueshme. Edhe shpesh domethënë muslimanët kur paraqesin idetë e tyre, ose kur i përhapin proklamatat e Islamit, ose kur thrasin në domethënien e Islamit, tingëllojnë si utopik. Shpesh ndoshta tingëllojnë si idealista. Shpesh ndoshta tingëllojnë sikur janë tu thirrë diçka që është vështirë e zbatueshme ose ndoshta edhe domethënë e pa zbatueshme. Ndaj na duhet me pasën të qartë që duhet më kon të qartë në raport me të tjerët, po edhe me vetveten që mësimet e Islamit janë zbatueshme. Mësimet e Islamit janë të zbatueshme. Dhe pjesë e zbatueshmërisë së Islamit është edhe sistemimi jon me predispozitat e rrethonat që e realizojnë çat zbatueshmëri. Domethënë, po Islami është i zbatueshëm, mësimet e surës El-Insan janë zbatueshme, edhe Kurani është i zbatueshëm, ama ti dush mu sistemu me do rrethona, me do predispozita, por me mujt mu koni zbatueshëm. Për shembull, dhe realisht kjo është edhe në jetën e përditshme, nuk mjafton ti me moni diçka, ti mundesh me pas idenë më të mirë, po ndoshta veni jot nuk ka për çat venin e mirë. Ose mundesh me pas ndoshta ëndrrën më të mirë, po për çat ëndrrë të mirë ka kalu koha mu. Domethënë ka diçka që quhen predispozita dhe rrethona që e sistemojnë protagonistin për e mujt me zbatu një ide të saktë. Për shembull fetari, a është e zbatueshme për shembull me pas një jetë me sy ka ahireti? A mundesh me pasën jetën e përditshme me sy ka ahireti? Kjo është e zbatueshme, ne nuk mundemi me përmend çat shumë ajete, çat shumë hadithe, për me jetu me sy ka ahireti, edhe kjo mos mund të mos më kanë zbatueshme. Mirë, por për me mujt me u zbatu, ti dush mu sistemu me një sistem të ri i cili e përballon që këtë çështje. Për shembull, duhesh me ndrua sistemin për shembull të bisedave, që përcakton bisedat e përditshme. Nëse ti vazhdon për shembull në përditshmëri tema kryesore më kanë dy njoja, kjo nuk funksionon. Dhe rrjedhimisht domethënë është e pazbatueshme. Është e zbatueshme në origjinë, po e pazbatueshme në raport me ty. Ose për shembull, nëse dikush pi vllaznive të ri motivohet shumë që me stërmbush kohën me helm edhe me ndërtim. Kjo është e zbatueshme. Edhe pse ndoshta dikujt i tingëllon jo këtë kohë, joshjet e mëdha, ku diun çka, qefët është e pazbatueshme. Është e zbatueshme. Veçse ti duhesh me u sistemu me zbatueshmërinë, për shembull duhesh me ndryshu fjalabia për shembull për diçmërinë tënde, me inkuadrum për diçmërinë tënde presionin e synimeve. Do njerëzit që janë mësuar një jetë gjithherë më kon të qasshëm, ata s'mundën me ndërtu jetën me ilëm. Po kush mundet me bë këtë? Ai i cili e çet një synim edhe dim i thon vetes që ja vlen me pas stres, ja vlen me pasën presion, sepse synime domethënë natyra e synimeve është domethënë e tillë që duhet me pasën presion densa ta arrijë domethënë në synim të tillë. Në surën El-Insan janë kanë këto në këtë varg mësimesh, saktësisht në ajetet kuranore, janë kanë 10 rregulla, 10 thirrje për me u sistemu me diçka, për me hin dorën e treja, për me u ripërcaktuar ndo synime të mëdha, për me ribë njeriun, për me ribë insanin, për të me të ribë ty edhe me më ribë mu. Mirë, po që kjo është e zbatueshme? Domethënë, i kena marrë disa tema që se si mu riullzu, se si mu ripërcaktu, sipas udhëzimit hynor, sipas udhëzimit profetik, sipas platformës hynore, sipas surës El-Insan. Mirë, po është domethënë e zbatueshme, saktësisht është, mirë, po duhet me bë ndryshimin. Është, mirë, po duhet me bë sistemin e ri i cili domethënë e përballon që këtë ri përcaktim. Cili është ky sistem i ri? Ajeti i radhës i jep shumë përgjigje. Mirë, po unë po i veçojnë këtë mësim inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala, vetëm 2 përgjigje që janë kuadër të ajetit. Realisht ka shumë përgjigje në kuadër të ajetit të radhës të surës El-Insan, ajeti 29, thotë Allah subhanahu: "Inna hadhihi tadhkira, faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila." Thotë keq kjo, domethënë keq ky Kur'an, keq kjo sura Insan, keq këto ajete që ai dëgjut ju. Keq këto janë tadhkira, janë këshill. Kushdo me i në udhë të Allahut e gjen udhën. Kushdo me i në udhë të Zotit e gjen udhën. Domethënë, janë 2 sene këto. Është këshilla, që ky Kur'an, çto ajete, çto mësime shajmore, këto janë këshill. S'po thotë janë rregulla. S'po thotë janë dispozita, s'po thotë janë ahkame, po thotë tadhkira, janë këshill, janë kujtim,
janë përmendja asaj që duhet me pas në vëmendje. Dhe dyta, kushdo me hin udhët Allahut e gjen udhën. Kushdo me hi në projekt e gjen mënyrën që shmeqel, domethënë projektin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Kështu që përgjigjja janë kështu. Boshti i ka dy përgjigje. Zbatueshmëria e krejt që sa i shka e kena mësu, varet nga drita e këshillave. Domethënë, çato të këshillash ai ki marr, sa janë kanë ndritshme, sa kanë lënë gjurmë të këtë, sa ki mujt me përfitu, sa ki mujt me ndrrue në botë kuptimet e tua në bazë të mësimeve që janë marrë, në bazë të ajeteve, në bazë të aty në parime. Domethënë, e para drita e këshillave dhe e dyta është zbatueshmëria varet nga vullneti yt për vetë përcaktim drejt qëllimit. Sa ki vullnet mu vetë përcaktu me një vendosje tënde të çelikt që unë prej sotit du mu konë që kjo. Do thonë, e ki pasi aty një temë se si me të qitën në gjenetin prioritet, tash ti du të mu përcaktu, nuk mjafton thjesht me një këta. Ose e ki ngu aty një temë që gjithëherë du të me menue origjinën tonë se ti je heq, apo edhe tash du të me jetu mu me këtë. Du të me jetu me këtë, do thonë, du të mu vetë përcaktu me vullnet të fort që me pas me lenë Allah subhanahu wa taala, do të thonë përcaktim tonë, do të thonë të jetës. Thot Allah, kjo është do të thonë këshill, kushdo me shku drejt Zotit vet, domthon e gjen një udhë. Çka këtë ajet, me të njëjtat fjalë, identik. Allahu subhanahu wa taala ka zbritur në surën Al-Muzammil ajetin 19. Domthon surën Al-Muzammil e kena të njëjtin ajet edhe në surën Al-Insan. Dhe përsëritja nuk është e pa një urtësie domthon të madhe që i të përket madhështisë së Allahu subhanahu wa taala. Në surën Al-Muzammil, çka ajet vën ajetin 19, mos i ka fol Allahu subhanahu wa taala për namazin e natës dhe dhikrën. A foli sura Insan për namazin e natës dhe dhikrën? Njëjtë është. Në surën Al-Muzammil vën mos i ka fol Allahu për peshën e Kuranit. A ke pesha e Kuranit në surën Insan? Një ashtu ke. Ka folë Allah subhanahu wa taala në surën Al-Muzammil për sabrin. Njëjtë ka folë në surën Al-Insan. Ka folë Allah te barek taala për dënimin. Njëjtë ka folë në surën Insan. Folë Allah aty për kiametin, këtu nuk fol për kiametin. Fol këtu për xhenetin, aty nuk fol për xhenetin. Sikur sa aty folë Allah subhanahu wa taala për profecinë dhe në surën Insan nuk flet, dhe flet Allah azza wa jall për shenjat dhe argumentet e tij në gjithësi, edhe popujt e mëparshëm që janë tema të surës Al-Muzammil që nuk janë tema të surës Al-Insan, ndërkëse sura Insan fol për fillimin, për krijimin, për ekzistencën, filozofinë e ekzistencës, fol për xhenetin, xhehenemin, ringjalljen, sigurisht këto dy sure na japin një farë harte. Cila është ajo? Çto janë temat e mëdha që ti dush mi kujtu më shpesh. Çto janë temat e mëdha që ti nuk bën me të hik gjatë javës. Çto janë temat e mëdha se më bën me nejti me çto tema. Domthon kush je, pse ki ardh, ku ki me përfund mas mbrëmti, ringjallja, dalja para Allahut, mundësia me shku në xhehenem, mundësia me fitu xhenetin, ndjekja profetëve, forca nëpërmjet Kuranit, dhikret e namazit natës. Apo nëse ti jeton me çdo janë temat e tua. Kur asoj shpesh njerëzit fjala bie për shembull ballafaqohen me një diskurs fetar që do ku janë bë 500 tema, janë bë 1000 ligjërata, janë bë mira mësime. Jo, fundja këtë janë për me investuar te çdo tema. Mos prom ti çdo tema mi sforcua mi betonu, mi bësh shumë të fuqishme. Me bësh shumë të fuqishme te këtë temën e ahiretit. Me bësh shumë të fuqishme te këtë temën e ringjalljes. Me bësh shumë të fuqishme te këtë çështjen e dhikrit. Me bësh shumë të fuqishme këtë dha temë. Domthon këto janë strumbullari i temave. Në surja Al-Insan edhe surja Al-Muzammil dhe kur vën, domethënë që na thot Allah inna hadhi tadhkira, kjo këshill, domethënë këshill me çdo tema. Këshill me çdo tema që ty domethënë duan jetë. Mirë, po kush ka marrë mësim te çdo këshilla? Kush ka marrën domethënë përfitim edhe dobi për çdo këshilla? Thot Allah subhanahu wa taala ku na tregon që vet Kurani e ka emrin tadhkira. Një pe emrave të Kuranit është tadhkira. Thot Allah subhanahu wa innahu la tadhkira. Ky Kuran me të vërtetë është tadhkira. Është për kujtim, është kujtim, është përmendje të kfill. Apo për kan, thot wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin. Është tadhkira për njerëzit e devotshëm. Jo ata që vinë me nguhet domethënë nga kurreshtja. Jo ata që vinë me nguhet thjesht me shtu informacionet. Jo ata të cilët domethënë kanë një listë që do të më bëni një regjistër që këto tema i kryta. Jo. Vën para të cili e ka projekt të devotshmërisë. Domethënë vën ders për devotshmërinë, vën ders edhe ngon edhe mëson për me shumë me sforcu lidhjen tonë me Allahun te bareke wa taala. E kush është i devotshëm thot Allah azza wa jall. Kalla innahu tadhkira. Kurse si nuk ka që shtojnë ata. Ky Kur'an është tadhkira. Ky Kur'an është këshill. Thot faman sha'a dhakara. Amo kush do mund të më ardhin te këshilla. Domethënë ti u dash me dasht. Domethënë devotshmëria synim i arrir. Keni vëmendjen që këtë kisha pas dëshirë me kuptu mirë. Devotshmëria nuk është një befasi. Domethënë veç befas u bën ai devotshëm. Ose po e vërtet devotshmëria është dhuratë pi Allahut, ama nuk është mos i zgjupi xhumit edhe u befasove që gjetë vetën devotshëm. Devotshmëria është synim, projekt që ti e ke pas synim me mrrinj dhe ta ka mësuar Allah me mrrinj. E Allah po thot Kurani është këshill, Kurani është mësim, Kurani është domthon për kujtim. Ama u dash me pas ti projekt për me ardhin te Kurani. Ti u dash me qit projekt edhe duhesh me bë projekt. Për arsye nëse fjala vjen i shkon shkaja ka vlejtën me ardhën
me i shpjegu këtu ajetet surës Al-Insan, një mësime bazë që dosh me ardhën. Është që çdo ajetet tash me na kthyjnë neve në projekt. Me na kthyjnë projektin që domethënë më bën njerëz domethënë të devotshëm. Ndaj, devotshmëria merret si rregull. Është ecje sipas këshillës së quajtur Kur'an. Tadhkira. Domethënë e kiti tadhkirën Kur'anin edhe ki hec, apo? Po thot Allahu wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Kurani është tadhkira për njerëz të devotshëm. Është për kujtim, është këshill për njerëz të devotshëm. Mirë po ti pas që pas dëshirë për me ndjek që këtë ecje. Domthon si e kontrasisht këtë ecje. Krahas fatit që ta ka shujt Allahu, u kon edhe vullneti jot, dhe Allahu ka thonë femen sha edhe këra. Kushdo me ardhen të çky rezultat, dhe këra. Ky u kujtu. Këti ju ka kujtu që kur të ngoje për temat ahiretit, duhet me njerë nesrit ku të shkojnë në shpe, ose atë natë ku të shkojnë në shpe, me ribo, do më thonën, matematikën e vetë. Ky, do më thonën, i cili e ndëgjën se do të me pas namazin e natës pjesë të jetës, me njerë është në planin e vetë. Më thonë, ky dhekara, ky me njerë ka ardhën të, do më thonë të dhikri, që vetë Kurani, do më thonë, e ka prej ardhën si emër, do më thonë, të dhkire për fjales e dhikër. Ndaj, keni vëmendjen, Allah të barë këtala në Kuranin, në librin e tij e qunë me emra ndryshëm, e qunë me të dhkira, e qunë me dhikra, e qunë me dhikr, komplet, këto emra e kanë një bazë, që është fjala dhikr, domthon mu kujtu, me përmend. Thot Allah subhanahu wa hadha dhikrun mubarakun anzalnah. Kjo dhikr i bekum, domthon Kurani është dhikr. Dhikr domthon Allah te barekutaala të përmend ty atë çka duhet me ditë. Dhikr që Allah të ka ardhur ta ka përmend ty ta ka kujtuar që ty s'ban me dal për mene. Thot ky Kurani është dhikr mubarak, është plot bekim, na e kena zbrit. Thot Allah subhanahu wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. Pa besimtarët i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë profetëve, o ti që po zbret që ky dhikri, apo ti je i çmendur, domthonjë me çfarë tema i të arti i çmendur. Thot Allah subhanahu inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Ti kemi këshillu, ti kemi autoresh vërejtin, a dikujt. Kemi autoresh vërejtin aty që besojnë që këtë dhikr, e ndjekin që këtë dhikr, edhe i besojnë Allah subhanahu wa taala dhe i kanë frikë ku nuk ishte kurkush, fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Përgëzoj këta me një falje dhe me një shpërblim të madh, se këta e ndjekin dhikrin, e ndjekin Kur'anin i cili është dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kena zbrit dhikrin, na e kena zbrit Kur'anin, na kena merujt. Na e kena zbrit dhikrin, edhe na domethënë kena merujt. Çdo njerëz të dhikrit, çdo njerëz të Kur'anit e kanë një karakteristikë. Dhe çdo vlerë në kuranore e ka domethënë vetë të veçantë. Domethënë çdo nocion kuranore e ka domethënë vetë të veçantë. Thot Allah Taala: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin." Ti bani tadhkir, bani dhikr, përmendje, kujtoje, këshilloj besimtarët se çka dhikra i ban dobi besimtarëve. Që i bie ardhja nderse, ardhja mësime, ardhja rregullta tek burimet e dijes dhe mos ndryshimi është për më bë marak. Mos ndryshimi për më bë marak se ky do të më të bëj dobi, se Allah po thot njerëzit e dhikrit i ban dobi, domethënë këshilla, edhe domethënë mësimet e tyre që i kanë për fen Allah subhanahu wa taala. Çka këshill, çka mësim, çka dhikr, çka dhikra, ku më mor? Ku më mor se kjo nuk mirët gjithkon. Kjo është një mall shumë i shtrenjtë, ku mirët? Thot Allah subhanahu fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni njerëzit e dhikrit nëse nuk e dini. Domethënë Allah ka mujt me thon jashtë Kuranit, ka mujt me thon pyetni ulemat. Ka mujt me thon kësaj dha si se ka përmend ulemat, e ka përmend njerëzit e dhikrit se veçantia më e madhe këtyre se këta janë të lidhur me dhikrin, me shpalljen. Janë të lidhur me domethënjet e dhikrit. Cilat janë domethënjet e dhikrit? Shahka dhikri, ke përmendje dhe kujtesë. Domethënë këta nuk janë njerëz periodik. Ulemat janë njerëz konsistent, janë njerëz me konsekuencën më të fuqishme. Domethënë ai gjithherë është i kfillt te domethënjet e veta. Ai për herë që ky do të më pyet, jo një njeri i cili herë kfillet, herë nuk kfillet. Herë domethënë është andej herë këndej. Ai i cili është i lëkundshëm nuk është domethënë burim për më pyet. Kush është burim për më pyet? Ai i cili domethënë ka domethënë zbatueshmërinë më të madhe të asaj që e ka mësuar dhe është i rregull. Kështu që ti njëhet ke nevojë për këshilla. Ki për nevojë për dhikr, për dhikra edhe tadhkira. Çto domethënë është Kurani, është këshilla edhe është këshilluesi. Domethënë këtu bashkojnë. Domethënë po kena më kthyt te Kurani, kena më kthyt te këshilla, po dush me pas edhe domethënë këshilluesin. Kështu që a janë zbatueshme mësimet që kena marr? A janë zbatueshme mësimet që i morëm? Po janë edhe i mësojmë edhe i dëgjojmë, mirë po janë sipas asaj që kanë zbrit, çush janë interpretuar nga njerëzit e dhikrit, edhe jo sipas hamendjeve tona. Jo nuk është e zbatueshme mësimi që ka merr, nëse mjaftohesh me një të dëgjuar. E kom niun, e kom kuptu. Jo, Allah ka mujt mi thonë ilm, po i ka thonë dhikr në kuptimin që dush me përsërit, me e vënë në kujtes.
Ka mujt Allah te barekuhu teala me lanën jashtë Kuranit mi thonën mësim, ka mujt mi thonë ndryshe, pse I ka thonë dhikr? Për me ta spikat në mendje që kjo për me të bë dobi, ti dush mu kujtu shpesh, mu përsërit shpesh, me vënë në vëmendje, domethënë shpesh. Dhe këtu ndër vëllezër, urtësia e quajtjes së Kuranit e dhikr, tadhkira të këtyre mësimeve që domethënë në vazhdimsi ti dush mi përmend, sigurisht kjo është edhe urtësia pse disa tema përsëriten shumë Kuran. Pse përsëritën shumë Kur'an? Ka mujt jashtë Kur'anit një temë më mjaftu me një shpjegim. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka pasur zbritjen vetëm si urtësi për me kuptu temën, po edhe me spikat. Dhe spikatja bëhet nëpërmjet, domethënë përsëritjes, sigurisht këtu e kuptojmë ku është urtësia, pse duhet të lexo sura Al-Insan në ditën e xumat, domethënë është sunet në namazin e sabat mu lexu, që I bie që to janë tema që gjatë javës do të më na kujtu. Tema e dekës, tema e ringjalljes, tema e xhenetit, xhehenemit, kushishmi, ku kena me shku, Kurani, forca e dhikrit, forca e namazit natës, të janë tema që në javë s'ban me të hik. Gjatë javës nuk ban me të hik, se është shumë me të hik në javë. Me të hik 2-3 është shumë, sepse nis domethënë me lshue, domethënë rroj gafleti, sikurse këtu e kuptojmë edhe urtësinë e verdit të Kuranit. Domethënë, pse për shembull nuk është e preferuar fjala bie me lexu 1 muaj 2 Kuranin, në tan vitin mos me lexu, po është e preferuar me lexu qoftë edhe pak po për ditë. Për ditë me lezu që me mujt që këtë dhikrin në efikasitetin më të fuqishëm, duke e pas domethënë në rrjedhshmëri edhe në përsëritje. Po thot Allah, inna hadhihi tadhkira. Që kjo është tadhkira, që kjo është kujtim, që kjo është këshill. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Kushdo e merr udhën për te Zoti vet. Çi bie në rrezën. Çto ajete edhe çto tema që ka trajtuar sura Al-Insan. E kush shkon I rregullt ose kush e ndëgjon me rregull serin ose kush e përsërit sërish, e kupton pavarësisht hartën e temave. I bie që këtu janë 3 boshte temave që çtu kanë atë rëndësishme për me mujt me këshillu dikan. I bie e para, temat që sforcojnë besimin. Kanë disa tema kryesisht me sforcu kush kush ka kriju, apo? Pastaj kanë domethënë tema që e aktivizojnë logjikimin, me menun që e kon hiç, e pastaj si kjo ardh në ekzistencë kështu më radh. Edhe treta kanë domethënë tema që pat joshje dhe pat friksim. Joshje për xhenetin, edhe friksim për xhenemin. Kështu që keni vëmendje, sa herë që doni u bota vetë dikujt, është mirë me shku me këto 3 tema. Domethënë diçka që e sforcon besimin, diçka që e aktivizon logjikimin, edhe diçka që e shton joshjen për xhenet, edhe frikën domethënë për xhenemit. Ideja me shku me fol njerëzve për xhenem I largon. Ideja me fol njerëzve për xhenet I largon. Ideja me fol njerëzve veç për besim, veç me kuptu bot kuptimet, nuk ka që ka dhëz diçka. Po edhe ideja që veç me ballafaqu me tema logjike, edhe kjo nuk e kryen punën. Duhet të bashkë të trija. Besimi, logjika, edhe domethënë joshja edhe frika. Ndaj ndërlëzë këtu jo që është pjesë e metodologjisë së ligjatës, e kam të domosdoshme për arsye që më e shtuaj inshallah përpjekjem për përfitim. Kjo që e thash e bën të domosdoshme as ka quhet në librat e ulemave fiqhul wa'd, me ditë ç'me këshillu njerëz. Domethënë jo thjesht veç me pas dije. Jo thjesht veç me ditë ç'ka haram apo ç'ka halal. Jo veç me ditë me arrestu njerëzve ajetet e xhehenemit ose ajetet e xhenetit. Me pas fiqh, me pas kuptim, me pas logjik, me pasën arsye qysh njerëzve po ja jap domethënë këshillën edhe tendencën për me domethënë me I këshillua edhe me I porosit. Saktësisht që kjo fiqhu I këshillimit, fiqhul wa'd, është një tema më të rënda në ligjërim. Domethënë ka gjas një hoxh, mund të më mojt 10 ligjërata në tema klasike akademike. Një ders ku do të me kombinua ilmin edhe wa'dhin, mund të me qit për tokë. Për arsye se është shumë vështirë, çysh mi fol njerit, çysh me mujt me në zemër, çysh me mujt me apo dashur, çysh mos me mujt me largu. Ndonjëherë shpesh fetar të bën fitnë për tjetër të I largojnë njerëzit për fesë Allah subhanahu wa taala. Ndoshta temën që është më e fundit ajo përmend të parën, se ka çket, domethënë çket fiqh I cili është fiku më I rëndësishëm në dawe. Domthon kushdo më bota veçi me fill, duhet me ditën ç'sh mi fol njerëzve, ç'sh mi lidh temat, ç'sh mi arenit, ç'sh mi apo gati trunin për me mujt me kuptu ç'ka do tash mi thon. Ç'sh me mujt, nuk po them me manipulu me ndjenjat edhe me trunin e tij, ç'sh me mujt me bë gati që atë çka ti po do më ia dhonën atij duhet. Edhe ai ka më ndryshuar me lejen Allahu te bareke ve teala. Po I marr disa shembull për më kuptu që ç'kam do tash me thonë. Domthon diçka tjetër është informata dhe ilmi, apo ato mesele çka I di, diçka tjetër është me pas fiqh ç'sh I fol njerëzve. Për shembull, fiqh I wa'dhit është me ditë qysh me I friksu njerëzit prej dënimit Allahut pa ja hub shpresat. Edhe qysh me ja ushtu shpresat pa I relaksu në gjunohe. Domthon ka dikush thotë folni për rahmetin e Allahut, tani ti di çfarë kuën ty turini jo zor murujt sot pi gjunove ç'fini tu fol. Po më nuk mund me folën tu fol për rahmetin e Allahut, mi çu njerëzin gjunohe. Pas nuk mund mi tu fol për dënimin edhe për ashpërsinë e dënimit të Allahut, mi ja hub njerëzve shpresat tek Allahu. Ç'mundesh me bë bashkë këta? Me fiqh
Nuk mund të më bëj gjithkusht. Do të mund të mëshëm, do të më lezu shumë, do të më ngu shumë, do të më nejtën shumë tek burimet e dijes, por më kanë jaft, në të kohë me tut, në të kohë mos më u shpresat. Në të kohë më ashtu shpresat, në të kohë mos më relaksu tek mëkatet. Ose për shembull, fiqh është, për shembull, ndonjëherë me sforcuni temë caktuar, pa i bë dëm temave tjera. Për shembull, ti e shet që vendin ku ti jeton njerëzit, për shembull, fjala bie, bojnë zullum vog, bojnë zullum peshoje. Ki më sforcu çka temë, a mos ka nevojë dikush më thonë ti s'po fol për akide. Se ky nuk ka ti dëmtu temat e tjera, se ky e di se tu ka shumë nevojë për me fol për çka temë. Mirë po, nuk e bën kët duke e majtën vetëm ligjëratën të mëkatet e shitblerës ose të mëkatet e alkoolit e kështu me radhë. Ndërkohë që e sforcon këtë temë, e mbrun balancin për mos mi bë dëm domethënë temat e tjera. Ose për shembull, fiqh është me dhon përgjigje të ndryshme për pyetjet e njëjta. Po, fiqh është kjo, domethënë shpesh xhamati kanë guxim i akuzuar xhallarët se këta janë kontradiktorë ose pjojnë llafet e veta. Jo, përgjigjet e ndryshme për të njëjtën pyetje është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka njëri ka thënë Rasullullah ka zonë se la vepra më e mirë, 3-4 vetë ju ka përgjigj në forma ndryshme, ose renditjen e ka bërë ndryshme, ose tjetri ka thënë ja Rasullullah këshillon diçka, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë përgjigje ndryshme. Jo që ka ndruar vërteta. Rasullullah sallallahu alajhi wasallam është përgjigj mbas nevojës të tij, mbas rrethonave të tij, mbas realitetit pika ka ardhur. Për shembull, nëse dikush fjala bie ka predispozita me fitu haram, e do të çat shumë pasunin. Aty vesh një TV mundësia me fitu sa ai nuk shyr haram me halal. Apo? Këta nuk bën me relaksu mi thonë alhamdulillah ti e ke tauhidin e namazin se këtu gale domthon njerëz për krym nuk ka. Jo këti kena më kallzu çysh banorët e ditës së shtunjën mallku janë shndruar derën majmuna veç se kanë bë hile, domthon fitim. Se aty kanë kshyrë me lut me dispozitat e Allahut veç me ardhi fitimi haram. Ama s'mund të kom punë peshku, nuk kom punë domthon diçka tjetër. Këti do të më shpjegosh ç'ka temë. Se kjo ka kriza. Kjo asnjë nëse vend dikush, edhe fjala bie gjend i kanë çoti sforcu shumë në temë të caktuar. Realisht kjo në fiqh për formave domethënë se si e ka kuptuar, çka kanë nevojë domethënë njerëzit gjatë këshillit. Ndaj keni konsideratën. Është shumë e rëndësishme mos me tepru me këshilla e me harru ndërtimin ilmor, ndërtimin që bëhet me ilm. Edhe mos me tepru me ndërtim të ilmit, i cili domethënë shkon në llogaritë të këshillës. Saktësisht, neve na duhet një jetë, edhe ndërtimi me ilm, edhe na duhet domethënë këshilla. Transmetohet prej Muhammed ibn Ubada, thotë na kanë një herë në mezhlisin e Abu Shurajhit. U ka mezhlis ilmi. Mezhlis ilmi thot wa kathurat al-masail. Edhe shumë mesele u çelën aty. Shumë mesele halal, haram, mustahab, dal, zdal, apo shumë mesele. Thot fa qala Abu Shurajh qad daranat qulubukum. Thot ju kanë vrassu zemrat. Mundu al-yawm, gjithë ditën mesele keni nesat. Gjithë ditën keni ta mesele. Thot faqumu ila Abi Humayd. Hajde çuna edhe shkomi në dersën e Abu Humaydit. Dersi e Abu Humaydit ka ders wa'dhi, ders vajz, thjesht këshilla. Nuk ka pas aty ilm, shka mustahab, cilat janë kushtet e kësaj, ku argumentohet kjo e kështu me radhë. U kanë thjesht më zbut njerëzve zemrat. Thot fasqilu qulubakum, shkoni pak, lani pak zemrat. Shkoni pak domethënë zhdritni zemrat se domethënë është përsut veç me meselet e ilmit. Thot wa ta'allamu hadhihi ar-raghaib. Shkoni mësoni do hadithe që kanë ose vape çket punë, runë pse punë, apo domethënë do sa ne që kanë bëjmë me ibadetin e kështu me radhë. Jo veç mesele domethënë me xhiku, çka bën, çka s'bën. Thot fa inna tujaddid al-ibada. Kur shkoni ngon si këshilla, thot to ta ripërtrin çefin e ibadetit, domethënë e merrni fal energjia të re. Thot wa turithu az-zuhada, thot të ftov pak me dunjos. Wa aqillu al-masail illa ma nazal. Thot mos ulshoni tepër mesele. Mos ulshoni tepër mesele veç sa ato që juve ju dohen. Veç ato të cilat me to të ndërtoheni. Thot fa inna tuqassi al-qalb, se kur shlohesh tepër mesele thot vrasohet zemra. Thot wa turithu al-adawa, edhe kaloni në armiqsi. Për arsye kush është më i vjetër në udhëzim këtu pi vllaznive, e kujton periudhën e ndejave fetare para 10 vjetëve, 20 vjetëve janë kon ndeja veç me mesele, veç me debat. Ku i kiti argumentet, ku i ka ai dietar argumentet, ku janë argumentu ky xhamat edhe ai xhamat. Mos prom ti kanë përfunduar, shumica kanë deviju. Shumica s'dojnë as musil ka xhamatet e fetarëve. Shumica as nuk dojnë, ndoshta as nuk i shohin në xhamia. Realisht nuk mundina me thonë këta kanë deviju pi zinase, kanë deviju pi rakisë dhe kanë deviju prej, domethënë prej mëkateve të mëdha. Këta kanë deviju prej disbalancit që ka të bëjë me zbutjen e zemrës edhe marrjen e meseleve. Meselet mirën çfarë se do të dash ty. Meselet mirën çfarë sa mentori ato do të mësu sa dohen. Me bë më tepru, domethënë kjo ka më të bëjë domethënë shumë zarar, po edhe domethënë edhe kundërta. Mulshu vesh në këshilla. Vesh me ngu derse që kjo realiteti i shumicës fetarëve. Shumica e fetarëve fatkeqësisht mbi 95% s'kan ndërtim fetar. Shumica e fetarëve ndërtimin fetar çka që kanë të keq
sa që është ofendim për fejen. Është ofendim edhe është madje mos minjojnë te Allahu te barekutaala. Me ta mësua Allah subhanahu wa taala më kon 5 vjet, 10 vjet në udhëzim, edhe kur 5-6 libra të akidës më kry, ose më kon 10 vjet i udhëzum, alo fikun e ibadetit që e bën për ditë nuk e di. Kjo marr pi Allah te barekutaala. A mo ç'kjo realiteti shumicës? Se shumica domosdoshmë ngojnë këshill në YouTube ose në hutbe që ngojnë me një lagje, edhe më se kjo është feja. Jo, kjo është një këshill që ty duhet qatë sa për me të mojtë në freski. Nuk ka kjo ndërtimi. Ndërtimi është diçka tjetër. Ndërtimi është diçka tjetër. Ndaj transmetohet pi selefit, e që ky realiteti i selefit është edhe sot. Domethënë, kush ka shumë këshilla, edhe s'ka ndërtim, kush ka ngu shumë këshilla, s'ka ndërtim, ose kush jep shumë këshilla dhe s'ka ndërtim ai për veti, as nuk i ndërton xhamatin e vet. Këta zakonisht janë njerëz pa mburoj. E para i shes që zakonisht ndryshojnë mesele, devijojnë, edhe e treta, domethënë, nuk janë të paparashikueshëm. Fetaria e tyre është e paparashikueshme. Sot e gjen këtu musuabet, nesër mas 5 vjet ku e gjen dikun tjetër. Ose transmetuar pe juve si Khtianit apo të tjerë selefit kanë thënë kështu: "Ma amat al-ilm illa al-qussas." Ilmin se kanë çu poshtë, ilmin se kanë bët vdekur vetë se xhallar që mirën vesh me këshilla. Qussas për fjalës qissa, tregim. Kjo kanë formë për formave qysh me një term pejorativ ulemat e selefit I kanë çurtu këta xhallar. Cilë domethënë vesh vajz kanë ata. Kur domethënë një meselë se ndërtojnë xhamatin e vet. Domethënë shkon ndoshta 15 vjet, 20 vjet domethënë dhikin avdesi xhamati vet nuk e di. Domethënë 10 vjet xhamati vet nuk I di as ruknet e namazit. Po amo ders mirë, po xhamia mushët, po. Domethënë këtë mirat tingëllon sikur domethënë këtu ka vet, po e vërtetë është. Thot Ejubi Sikhtiani thot nuk e ka mbyt ilmin vetë se o xhallar që mirën është me këshilla. Thot in ar-rajula la yajlisu ila al-qasi burhatan min dahrihi fala ta'allaqu minhu bi shay. Thot ndodh dikush rreth që ta o xhallar një dekad për jetës, një pjesë të madhe të jetës, qohet për atë mezhisi kur pa përfitu kur zheq. Domethënë mas 10 vjetëve vet çish prishet namazin nuk e di. Mas 15 vjetëve s'di me dallu shirkun e madh shirkun e vogël. Po unë jam kombi dersën, 10 vjet 15 vjet s'kam mungu. Ky mohabet po thotë edhe herë të konë. Edhe në kohën e tabën më konë kështu. Nuk I shku te qusast që kjo realiteti. Thot wa inna ar-rajula wa innahu la yajlisu ila ar-rajuli al-alimi sa'a fama yaqumu hatta yufida minhu shay'a. Thot më po s'ka bova ki dikush më ulte dersi ilmit edhe vetë se u zgju me një dobi. Vetë se thotë sipas na ditë që këtë se mos e zoni çështu ose dhikri. Sipas na ditë se në shtëpi çështu deshka, çka edukat kanë në shtëpi. Kur zgjona pi xhumit çka edukat kanë. Një meselë më mësu. Më mirë një meselë se sa 200 muhabete të kota. Më mirë një meselë më mësu se sa domethënë endja dhe bredhja ne kishë komhon domethënë thella ku një çka, ama s'mund domethënë fen tonë domethënë nuk e një. Kështu që merrni si rregull, këshillat pa ndërtim nuk zgjasin. Këshillat pa ndërtim nuk zgjasin. Domethënë edhe më kon dersi që çti me kajt. Edhe më kon dersi që ndoshta gjithë natën të man qiyam. Ajo nuk zgat, 1-2 ajo bie, që çashtu rregulli. Domthon kjo nuk është e sotit e dieshit, kjo është 1000 kusur vjet. Domthon kush rrigat veç ndërtimi. Edhe ky ndërtim ka predispozita me ta prish zemrën nëse nuk I bashkangjitet këshilla dhe zbutja. Domthon dosh, edhe më koni ndërtum, edhe dosh domethënë me ardhe dhe me këshillu vetveten me këshilla. Ndaj Ibn al-Jawzi përmend se shumica. Ibn al-Jawzi përmend thotë shumica nuk ju zgjat, shumicës nuk I zgjat ndikimi I këshillave më shumë se sa një ditë dy. Më shumë se sa ndoshta çaj me xhles. Çaty pak preket, çaty pak emocionohet, çaty pak ndoshta reflekton, edhe nuk I zgjat. Thot pse? Dy arsye. Arsyeja e parë thot se shumica që vinë ders, vinë për efektin e kamxhikut. Çka efekti I kamxhikut? Domthon, në çat moment është duke e rrah kamxhiku. Edhe dhimbja është në çat moment, mos gjysore ti nuk e harron dhimbjen e kamxhikut. A është qartë, nuk mundet me njëri me nejt me javë me dhimbjen e kamxhikut. Ka pas dhimbje po, moment që aty ndërkohë që ka ekzistu goditja. Thot shumica vinë ders me efektin e kamxhikut, jo me efektin që tham që ti me mor vendimet për jetën tonë. Mas dersit më thonë episodit jam që kë. Njerëzit mas dersit nuk kanë vetë përcaktim, gjatë dersit kanë emocion. Thot shumica e njerëzve vinë ders me efektin e kamxhikut. Dhe e dyta pse nuk ka dobi, nuk zgat këshilla. Thot se shumica e njerëzve ju jep dersi efekt, këshilla efekt, sepse momentin që janë të morë, janë larg arsyeve të gafletit. Domethënë, ti e lidh për dynjon, kur kjo janë ders, dynjoni kilon anësh. Ti moment që del, prap vazhdon aty ku je kon. Ti kjo për shembull, për arsye të gafletit I ke shoqëninë e keqe. Ti çfarë ta shok vesh në ders nuk I ki. Për çfarë dersi ato pas dobi? Si del ti prap vazhdon të arsyet e gafletit. Thot shumica e njerëzve nuk ju zgat këshilla, pikërisht shkaku I kësaj sepse domethënë vazhdojnë kthehen domethënë aty ku janë kon. Kështu që in hadhi tadhkira. Që kjo është këshill. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila, kush do me mor udhën për te Allahu e gjen.
Kush do me morë udhën për të Allahu, kush do me kthy Allahu, domthon hen udhë edhe vetë përcaktohet, kështu që sot e tutje kemi thon vetes unë çky jam. Nuk ka të bëj mbani dobi dersi, s'mbani dobi dersi. Nuk ka të bëj mpreku, s'mpreku. Ka të bëj a kjo art e vendimi me bani vetë përcaktim të ri me lejen Allahu subhanahu wa taala. Pjesë e kësaj ndodhëzër, kërkoj ndjes nëse e kom patjetër më zgjat. Pjesë e kësaj, apo do mu vetë përcaktu, ajo është me kalu nga tedhkira, nga këshilla në vetë këshillim. Me kalu në vetë këshillim, në vetë disiplinim, edhe domethënë në përsëritje dhe spikatje. Çka e bë çka? Domethënë, e krijon ti tash me lejen Allah subhanahu wa taala. Një far fondi, një far bagazhi të persijatjeve tua dhe të spikatjeve tua, që i bie. Domethënë, dersi i parë më ka thonë çiket këshill të jetës, edhe merr dikun edhe ja spikat vetës, ja përsërit si shpesh. Në filan seria më ka bë filan ndryshimin, çat kemi ardhur me përsërit, e ki ti fondin tan, e ki bagazhin tan, e ki folderin tan të gjonave që duhesh mi spikat, po ndoshta edhe persijatjet që kanë ndodhur gjatë ligjëratës. Për shembull, sa dersin e kingu për sinqeritetin. Apo? Ai ki një 2-3 fjali që aty duhesh mu kthy për mu të ripërtrit çështjes ihlasit dhe sinqeritetit. Për shembull, unë kam vëre shumica njerëzve të na kanë krizë të tema kur vjen sinqeriteti dhe zhgënjimi. Sinqeriteti dhe zhgënjimi. Domethënë, i kom bo shumë mirë një të varfrit, kur është pasuru ma ka këty me të keqe. Apo, është një farë zhgënjimi. E kom mësu filonin, dur të mirë është uzu, pastaj domethënë fol kundër meje. Apo, e kështu me radhë. Çka do të më bë? Ti duhesh me ardh me punun vazhdimësimi thon vetes, me kriju si fond të rregullat e tua. Bane për Allahun, mos e prit me njerëz. Bane për Allahun, mos e prit me njerëz. Domethënë, moment që ja bën dikujt një të mirë, ja kryen dikujt ja çel një udh, dika ne mëson, dikujt ja jep një link, ku diun çka. E vështu, për Allahun kur mos më kthev në dynjë, unë domosdoshmë nuk bona marak. Pse do të më spikat vetes shumë çka, se ka marr ditë edhe fëmia jot ka me të mërzit. Unë gjithatë monja kum bon në këtij, edhe mos prom ti ky s'ma di. Apo ka marr vllav jot më i ngushtë ka me tradhtu. Ka marr momentin ndoshta edhe sikur që ka në hadith që shumica grave janë mos minjos në ndaj burrave, që i bie domosdoshmë mundesh edhe mu dëshpru edhe pi familjes. Thjesht a kom bë për Allahun, e kom bë për Allahun. A e gjejt Allah, e gjejt Allah. Kështu që nuk do ty në momentin që vjen zhgënjimi mu të kthy 40 derse, 30 derse. Ti duhet vetë kjo fjalë mu kthy. Për Allahun u kry. A e di Allahu, e di. A e shpërblen Allahu, e shpërblen. A hub te Allahu, nuk hub. Nëse nëse gjen këtë dynjë, a kom pas synim dynjë, nuk e kom pas synim dynjë. Domethënë ja sforcon vetes. Çi ja sforcon? Dush me pas fondin ku ti kthehesh në vazhdimsi. Ose për shembull, dynjoja dhe zhvlerësimi i saj. Pra ti dush me pas një far fondi, qysh komunikon me veten, edhe vetë këshillon veten gjatë momenteve të kënaqësisë së dynjës. Për shembull, i ki 3-4 dyrë të hajrit dynjës, apo të halallit, po janë dynjë, janë çefi dynjës, janë lidhje me dynjën. Ti dush mi pas do forma të shifol vetes që kjo kalon shpejt. Kjo nuk është arsye pse këna ardh. Duhet mi fol ti vetes që mos mulshu. Po edhe tema tjetër. Ahireti edhe spikatja afërsisë së saj. Domthonë i ki bë 30 vjet, i ki bë 35, më shpesh mi thon vetes. Kush garanton ty që domthonë ditë nuk zgjohem me lajmin e vdekjes tonë. Apo, domthonë më shpesh më përmend vetes që nuk ka larg. Domthonë shkuan 30 kusur vjet, shkojnë ndoshta 10, 15, 20 na përcjellin për të varrët, edhe në vazhdimsi domthonë me aspikat vetes. Pse do të më aspikat vllazë vetes? Se kur të vën një marrë, më e bën ndoshta në 40 vjet, në 50 vjet. Thu 40 vjet jam kurit, tash kam u kurit. Domthonë se ti tu menuçi o gati, sigurisht se Abdullah ibn Omeri mos e prit mbrëmje nëse të ka zon sabaj, nëse të ka qel sabaj, nëse të ka zon mbrëmje mos e prit sabaj, më bën jetu me çket presion. A mundesh më kurit në 40 vjet, në 50, në 60? Se ti e menon që një kom për mi dhënë një ndërdhej. Nuk është një kom për mi dhënë veç kush ka në moshën e shtyr. Është një kom për mi dhënë edhe një ndërdhej i cili i thot vetes kështu. Ti dush mi thon vetes që është afër vdekja. Dush mi thon vdekjes që një ditë kanë më hangën krymbat në varr. Du të më kujtu vetes që ke. Edhe kur të hyp kibri, edhe ndoshta ku ndonjëherë kur ti domethënë e hub vijën tonë të fetarisë, domethënë më kujtu vetes varrin, më kujtu vetes ngushtimin e varrit, më kujtu vetes munkerën e kirin, më kujtu vetes vetmin në varr. Këto tema ti dush më spikat vetes, çdo tema nëse ja spikat, ti ke arte të mësimet domethënë që surës Insan, surës e tjera të Kuranit, derisa në përgjithësi çka i ke morën domethënë jetë, mirë po kjo nuk ndodh nëse nuk ka fond i cili realisht nën kupton që duhet të pas ndërtim edhe këshill. Keni vëmendjen? Ndërtimi është për me ndërtue bazën. Ndërtimi është për me ndërtu bazën. Nuk mundesh me ngu 200 derse, ato s'ki ku mi vë mbi një bazë. Është i qartë? Ndërtimi është baza. Pastaj këshillimi është ripërtrirja e kësaj baze dhe asaj e cila ka ardhur tutje me lejen Allahu subhanahu wa taala. Allah te baraka taala kur tregon për leximin e Kuranit dhe meditimin edhe nxjerrjen e këshillës për Kuranit thot wa an atlu al-Quran. Jam urdhëruar me lezu Kuranin. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. E kush do me hinu dhe për vetë ka. Edhe këto mirë më spikat vetes. Domthonqë kjo a përfitova, s'përfitova, mungova nders,
Ai përsëritet derset ka një herë, ka dy, ka tre, mos mbromti për vetë e ki. Mos mbromti nëse ti do me hije me përfitu, domethënë është interesi jot ndaj gjithherë mi thon vetes, a je interesuar a nuk je interesuar. Domethënë i ki marrë te sura Insan për shembull 20 rregulla të jetës. A je interesuar mu përcaktuar dhe mu vesh, edhe mi kthy në përcaktim apo nuk je domethënë i interesuar. Nëse je interesuar, atëherë ku na kam i bë dobi kjo? Ku na kam i bë dobi këshilla e Kuranit? Ku na kam i bë dobi domethënë reflektimi edhe referimi te Kurani. Allahu tha, ajetin që e lexuam më herët, wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Ky Kur'an është këshill për njerëzit e devotshëm. A mjafton veç devotshmëria? Thot Allahu Teala. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Çdo ka këshill. Kush ka zemër? Kush ka zemër, jo zemra që tërkon. Kush ka zemër, domethënë zemra ja ka kushtuar Allahut. Shumë për një me ka me Allah. Që ky përfiton, mo hajde se ina himen i rreth vllaznive dhe po sillmona për derse. Jo, ky zemër këtu se ka, ky trupin e ka ndër, zemrën e ka çtërkon. Thotë çtu ka dhikra, çtu ka përfitim, limen kana lahu qalb, kush ka zemër, wa alqa sam', edhe ka nu veshin. O shumë domethënë interesuar me kuptu. Thotë wa huwa shahid, edhe është aty. Aty është domethënë. Thotë Allah Taala in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, që kjo dhikr edhe Kurani i qartë. Litundira man kana hayya. Për me atë tërheq vërejtën atij që i gjallë. I gjallë, Ibn Qayyim rahimahullah thotë, ai ka përshëndim Allahu, këtu kush është i gjallë në zemër. Më thonë ti vën ngon derset Kuranit, ngon ajete, ngon hadithe, ngon mësime, seria edhe kur gjë nuk ka, domthon ndryshim, do të më pomarak, se nuk ndryshon njëri dekt. I gjallë ndryshon. I gjallë ndryshon, mirë po këtu ndryshimi është ndryshimi i zemrave. Edhe do të më pas domethënë zemrën aty. Thot Ibn Qayyim, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah thot men tadabbara al-Quran. Kush i kthehet Kuranit me vëmendje. Kush i kthehet Kuranit me meditim, taliban lil huda, edhe ka projekt me gjetë vërtetën aty. E ka projekt me gjetë udhën, me gjetë udhëzimin. Thot tabayyana lahu tariqul haqq. Kam ju bëhet qartë sot qartë, thot, kam ju bëhet qartë e vërteta. Kam ju bëhet qartë udha e hakut padyshim. Ndaj mene si rregull në jetë. Çdo devijim në akide, çdo devijim në menhaj, çfarë do lloj devijimi që ka të bëjë me temat e mëdha të fejes, është alarm o për smujat e zemrës, o për distancë pi Kuranit. S'ka shpjegim ndryshe. Domethënë, jem shtill me do mesele dikun, me një menhaj anonim. Jem shtill dikun me një akide, domethënë që s'ka as imam as sened as kush. Domethënë, o të ka gjetë ç'kjo bela. Si e kanë momentet caktuar larg Kuranit, ose e kanë domethënë me një problem zemrës. Domethënë, nuk është patjetër problemi i zemrës, më kanë dynjoja. Mund të më kanë kibri, mund të më kanë vetpëlqimi, mund të më kanë edhe kjo, diçka me zemrën ka ndodhur që ki deviju në akide, ose domethënë ki deviju domethënë menhaj. Çka është e kundërta? Çka është e kundërta domethënë e gjetjes së udhës së vërtet në përmjet Kuranit, thot Allahu Azza wa Jall, "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma." Shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Thot na të zbrit juve Kuranin, i cili Kurani është ilaç, është shërim, është rahmet për besimtarët, wa la yazidu adh-dhalimina ila khasara. Amo njerëz zullumçar, veç ka jashton humbjen. Domethënë vën edhe veç në shtjellë meselet. Ose vjen nga këtë edhe veç të bëhet më shumë mjegulla. Në një ose tjetër fund dikun kiron zullum. Në një ose tjetër fund dikun ky bë zullum, a ky bë zullum, sigurisht shpesh vllaznik që doin me arsyetu disa përcaktime të kota që kanë pas periudhën e fundit, jo se dietar që kanë qartë. Ti e kanë zullumçar. Se çastin që ki pas ndaj ulemave kanë çasje zullumçarve. Domethënë ti ke menu se njëri është rreth 60 vjet mbi Kur'anin, ai s'e gjen hakun, ti që e udhëzuar që 6 muaj e gjen. Kjo çasje si çasje zullumi. Për sa Allah s'ka bë teufik me të gjetë vërtetën. Për sa Allah s'ta ka letu. Për sa Allah ta ka vështirësu. Se Allah është i drejtë. Allah i cili e ka begatuar atë, domethënë mu kanë sirën e selefit, mu kanë shembulltyn e selefit. Çaj Zot është që ty të privon prej, domethënë prej përfitimit prej Kuranit, edhe domethënë prej gjetjes së të vërtetës. Kështu që po kthejmë edhe një atë ajetin. Inna hadhi tadhkira. Që kjo është këshill. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Kush do e gjen udhën, mirë po e ka përmend fjalën sabil. E ka përmend sabil. Jo dhe në arabisht ka shumë fjalë për udhën. Ka shumë fjalë për udhën. Këtu Allah e përmend fjalën sabil. Pse e përmend sabil? Thot Imam Taberiu, thot amma sabil fa innaha at-tariqu al-masbul, ay al-masluk. Thot sabil është udha e ecët. Domethënë kush do me shku te Allahu i shkon ka udha ec, nuk e shpik ti udhën. Ti s'vën me kazu çibe udha. E ka hez dikush para teje udhën. Thot kush do me shku te Allahu ec udhës së ecun, ec udhës që e ka hez dikush para teje. Po kush e ka ec më mirë se sa pejgambert? Më mirë se vliat, më mirë se ulemat. Kush e ka ec këtë udhë? Kush e ka ec që domethënë ti më kon më i sigurt me një udhë tjetër. Domethënë ti e ki kap një version fetaris. Ti e ki kap një formë fetaris.
A je i sigurt me thonë se që këtë udhë kanë hecë pejgamberët, kanë hecë evlijatë dhe kanë hecë ulemat? A është e qartë? Për arsye domethënë është me ursinë absolute të Allahut te barekuhu teala pikërisht për zgjedhja e fjalës domethënë sebil, domethënë nuk ka çfarë do udhë, mirë po domethënë është udha e saktë dhe jo udha kujdo. Kështu që menhexhi i selefit, menhexhi jon selefi, pjesë të krenarisë ka që ne kena shumë të qartë burimin, edhe shumë të qartë udhën, hartën. Ne e dimë edhe kush e ka hec, edhe ç'e ka hec, edhe ç'na ka këshilluar me hec. Për arsye, cili do verzioni fetarisë, jashtë menhexhit selefit, jashtë menhexhit të tre gjeneratorëve të para, e ka domethënë të pamundshme me marrën çka qartësi. E ka të pamundshme me marrën çka domethënë komunikim të drejtë për drejtë, kështu që për menhexhit të selefit vllazni. Kushdo që prezanton që është selefi. Për menhexhit të selefit është me e kallëzu burimin edhe me ndjek burimin. Domethënë unë i kam do po të kuptime, apo me kallëzu të kunen ato. Me kallëzu burimin ku i ke marrë. Edhe nëse ai burim, domethënë është gjallë apo ka vdek, duhet me kallëzu burimin. Edhe e dyta, me qenë karakteristike fetarisë tonë ndjekja e burimit. Jo domethënë interpretimi i burimit. Jo domethënë sa imi diçka si burim. Ti ndjekni burim, e keni burim, cilin domethënë e ndjek me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj në narrativën kuranore vllazni, fjala sebil, nocioni sebil mes tjera ka dy veçori në Kur'an. I ka dy veçori. Veçoria e parë është qartësia. Nuk ka sebil që so i qartë. Si për mi, si për ketë, si tjetë sebil, është i qartë. Domethënë është i mirë, s'është i mirë, po do të më interpretu a e një, se një për afërme, për safërme, ku diun çka. Domethënë kjo nuk ka qartësi. Qartësia është ai i cili të një pis largë. Edhe ai i cili nuk ka pas kurrë rastin me nejt me ty. Çikia mëne. Qartësia edhe e dyta karakteristike e sebilit është publikimi. Çat qartësinë tonë e thuti. Sigur që e kena të shartët e shahadetit. Nuk është veç ka e beson, po dosh edhe me deklaru. A kena mbështetjen Kur'an? Po kena. Thot Allah Teala për qartësinë, thot wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Çështu na ti kena bot qartë aty argumentet, me ta bot qartë sebilin e njerëzve të prisht. Domthon edhe kush janë njerëz të prisht, edhe ajo duhet të mundon e qartë. Domthon është e qartë edhe për ata edhe për neve. Se udha e prisht, udha e njerëzve të prisht nuk ka domethënë çka duhet mu interpretu. E dimi çibe, edhe ata ja din renin udhës keqe. Edhe ata ja din domethënë renin udhës së keqe. Udha jon, thot Allah te barekuhu teala, duke kërcënu kush del pi udhës së besimtarëve, sebilil mu'minin. Thot Allah Teala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Thot kush do që del kundërshtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju ka bëu qartë të vërteta. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, edhe ndjek një sebil tjetër, jo sebilin e besimtarëve. Kush janë kon sebilil mu'minin kur ka zbrit ka ajet, janë kon sahabët. Kush janë sebilil mu'minin ma sahabë, është ixhmaja, ose selefi, është ajo që kit besimtarët janë aty. Jo e komë një mendim ndër tavolinë. Jo e komë një përcaktim, e komë gjithë një autor agja anonim. Domthon sebilil mu'minin është ajo kit muslimanët janë aty. Thot nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kush del pi sebilil mu'minin, kush del pi sebilit të besimtarëve, thot e djegmi në xhehenem edhe e gjujm. E lajm çata shka u përcaktu, edhe e djegmi në xhehenem, wa sa'at masira, sa venin e keq që e ka. Kështu që sebilil mu'minin është sebili besimtarëve, sebili i selefit, sebili i xhmait, sebili i econ. Fetaria muslimanëve nuk ka që duhet mu zbulu. Nuk ka që domethënë do të tash me kryti kush vallëtetin e më na kallëzu që shkohet te Allahu. Kjo udhë ecët. Kjo është udhë e ecët nëse tingëllon si sajes, nëse tingëllon si prurje, nëse tingëllon si mençurie dikujt, kjo nuk është sebilil mu'minin. Kjo nuk është, kjo është diçka tjetër. Ja gjejmë emrin shkëbe, ama sebilil mu'minin nuk është. Sebilil mu'minin dihet shkojnë ndershëm, dihet shkojnë devotshëm, dihet që shkohet te Allahu, dihet që shpëtohet prej zjarrit të xhenemit. Ata e diellën një plak. Ata e diellën një djalë i ri, e diellën një me doktoraturë, e diellën një pa shkollë, e diellën një analfabet. Ajo nuk është udhë komplikuar. Kur asoj njerëz që lypin mësime shumë të thella, shumë ndërlikuar, realisht, domethënë janë shumë kundërshtim me një prej objektivave të fesë që është domethënë but kuptimi i fesë, më kanë domethënë i përshtatshëm për krejt domethënë njerëzit. Ekziston një veçanti që duhet me theksu te sebil el mu'minin. Po se po që është e qartë. Mirë pa Allah Teala ka thonë kështu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Që kjo është udha jeme e drejt, se ka përdor fjalën sebil. Keni vëmendjen? Ka thonë sirat, mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Që kjo është udha jeme e drejt, ndiqeni. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Thot mos i ndjekni subul, shumë si fjala sebil. Mos i ndjekni sebilet e tjera. Apo
sebilet e tjera, e mos ne këto sebile me të largu prej sebilit të Allahut. Këtu me të largu prej domethënë sebilit të Allahut subhanahu wa taala. Domethënë Allahu po e nis direkt me karakteristikën e sebilit besimtarëve. Po thotë sirat mustaqim është e drejtë. Tu s'ka kur fare dyshimi. Kurse po e përdor njëjësin, po thotë vesh një sebil. Vesh një sebil. Atjerat janë subule, janë rrugë, janë sebile të ndryshme, a më një qëllim të vetëm me të largu pi sebilit Allahu subhanahu wa taala. Kjo arsye domethënë do të më pasën konsiderat që këtë domethënie, sepse kjo ka dy të vërteta në raport me të vërtetën, në raport me sebilin e vërtetë. E para, fattabi'u, ndiqni. Çka i bëmë konullën e drejtë? Pasimi. Jo domthon ti me pru diçka të re. Jo me armë bidate. Jo me armë sajesa. Me e ndjek shembullin që ta kanë lënë domethënë të partë tonë të mirë, edhe e dyta, thotë Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, mos i ndiqni rrugë të ndryshme, se ju largojnë pi rrugës së Allahut, domethënë ato janë rrugë të ndryshme, mirë po qëllimi final e kanë domethënë të njëjtë me të largu domethënë prej udhës së vërtetë. E shënoi Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është hasan për Abdullah ibn Mesudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditë e ka bënë një vi, edhe ka bënë disa viza radh dhe i ka bënë disa viza, pastaj domethënë anësh vizë së drejtë, thotë hadha sabilullahi mustaqim. Që kjo është sebili i Allahut, është mustaqim, është i drejtë. Pastaj i ka bënë djathtë të majt vijat e tjera, thotë hadhi subul, që do janë rrugë. Laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilay. Në çdo sebil ndjathtë të majt, çdo sebilet e shtremt, është ka një shejtan i cili është thirr për tek ato. Kur thirr, çka i bë kjo? Thirr nuk ka argumente. Kur thirr i bie që të dhon shpjegime, kur thirr i bie që të dosh me të bind. Nuk ka thjesht me thon largohu pi udhës së Allahut. Domthonë ai ka me të bind me diçka. Ka me të bind me diçka për me të largu prej sebilit të Allahut. Shënon Abu Daudi al-Hafidh Ibn Hajar thotë që hadithi është hasan për Muawiyah radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73." Ky ummet, ky millet ka mudon 73 grupe. 72 fi an-nar. 72 në zjarr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Të pëlqej ka thonë sallallahu alaihi wasallam. 72 në zjarr. Wa wahidatun fil janna wa hiya al-jamaa. Vesh një ka më kon xhenet, edhe është xhamati. Cili xhamat? Xhamati shkarrë në versionin origjinal xhamatit. Kush është xhamati i parë në umet? Xhamati i parë në umet kush është? Kur thomin atë xhamatin, xhamati filan venit, xhamati filan kombit, xhamati filan gjuhës, xhamati filan hoxhës. Jo, xhamati i parë kush ka ekzistuar në këtë tokë? Pikur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O xhamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do thon kush rrit te xhamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çaja në xhenet. Kush rrit te menhexhi sahabëve, çaja në xhenet. Kush del për menhexhit selefit, domethënë është i rrezikuar me xhenem. Domethënë nuk është meselja a do më na më shtu i thartë e menhexhit selefia apo nuk do më shtu. Kjo thirrje për mu përcaktuar ti që kjo përcaktim i sigurt. Domethënë rrit te sahabët, rrit te versioni i parë. Domethënë je i sigurt me të xheneti Allah subhanahu wa taala. Del për çesa je i rrezikuar me shkuë, domethënë te kërcënimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër që shënon Imam Tirmidhiu, al-Hafidh al-Iraqi e konsideron hasan për Abdullah ibn Amrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shpjeguar kështu që xhamat thotë wa taftariqu ummati ala 73 milla. Në 73 milete ka mudon ummeti jam. Mileti ka thonë. Jo sekte, jo grupe, por ka thonë milete. Thotë kulluhum fi an-nar illa millatan wahida. Krejt kanë më konzjar përveç një mileti. Përveç një mileti, qalu wa man hiya ya Rasulullah, kush është ky milet? Në çfarë sebili janë këta ja Rasulullah? Thot ma ana alayhi wa ashabi. Kush në çat çka jam unë edhe shokët e mi. Kush në çat çka është praktika ime edhe praktika, domethënë e shokëve të mi, çat çka është në akidën time, në akidën e sahabëve, çaj i cili është menhexhin tim, menhexhin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thash e para qartësia. Shka është narrativa kuranore për domethënë për sebil o qartësi. E dyta o publikimi. Ma në dykosh, pse a nuk mjafton që kjo? A nuk mjafton më kanë në udhën e qartë? Jo, nuk mjafton. Thotë Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili. Thuaj që kjo është sebili jam. Thuaj që kjo është udha ime. Domthon, çit tash i çare se që kjo është udha jote. Mo shaki mu turpnu nëse është udha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shaki mu turpnu nëse është udha e sahabëve. Shaki mu turpnu nëse është imamave. Ose çka ki mu turpnu nëse është ulemat më të dëshmuar të umetit. Shaki mu turpnu nëse është udha e Sheikh Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albani. Shaki mu turpnu. Thuaj që kjo është udha ime. Ama nëse ti s'thu, atëra mos i të më shef do një emër që nuk është emër dinjitoz. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Thuaj që kjo është udhëhemi në thras për tek Allah. Mas promti, projekti unë më i madh është mi pru njerëz të Allah, ala basiratin ana wa man ittabani. Najna me dije, nuk i kena këtë me fanatizëm, nuk i kena këtë me grupacione, nuk i kena sekt. Kjo me dije kush është në udhën e pejgamberëve, edhe domethënë i ndjek ata. Kështu se qartë edhe hapun
dosh me u vendos të vërtet. Fa men sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila, kush do vendoset për me hinë në të Allahut te bareke ve taala. Sikur se ata të tjerë janë përcaktuar ndryshe. Domethënë, ai keni pa njerëzit, sidomos ata të cilët do me të kallëzu se janë liru nga presionet, janë liru nga tradita, janë liru prej familjes, janë liru prej trashëgimive, ata pjesë të krenarisë kanë me të kallëzu se unë vetë janë përcaktuar, edhe në degenerim vetë janë përcaktuar, edhe në idenë më të poshtër vetë janë përcaktuar. Domethënë ai do me të kallëzu se pjesë e krenarisë, madje Allah ka përmendur këta dhe e ka evidentuar Kur'an. Thot: "Wa yara sabila ar-rushd la yattakhidhu sabila", edhe kur ta shohin një udhë që është e drejtë, nuk dojnë. Si na të intereson? Kush ju ka thënë juve si na të intereson për udhën e drejtë? Na të intereson për çfarë udhë? Domthon, ai është interesuar për çfarë udhë, edhe thot ashiqare, thot s'jam interesuar për udhën tonë. Ti në udhën e pejgamberit dhe të selefit dhe të vlava, të ulemave, njerëz më të mirë, njerëzve që kena bëu bashkë në xhenet, edhe se thua ashiqare, se thua haptazi, se thua me krenari. Po kjo është gabim. Kjo është domthon mangësi, madje kjo nuk është mirënjohje ndaj Allahut te bareke ve taala. Çka ke fillimi i dersën në vëllezër, e trajtuam edhe përmendëm që a është i zbatueshëm ky Kur'an? A i zbatueshëm Sura Al-Insan? A janë zbatueshme keq ato shka i përmendëm? A janë zbatueshme mësimet? Po janë zbatueshme. Mirë, pa përmendëm që ti do të më ndryshuar dhe mu sistemu për me mujt më realizu domethënën që ky varg mësimesh edhe çtu mësime. Kështu që a është e mundshme me hinë sebilin Allahut? Që jena bind, po domi me marr vendim me hinë sebilin Allahut. Allahu ka kallëzuar çka do të më ndryshuar për me mujt me hinë. Kjo temë veti, nuk po duam të zgjat më shumë, thot Allahu. Wala tattabi'il hawa, mos e ndjek hawan. Mos u ban njeri i tekave, i epsheve, i qefeve tua, vesh ka qenë qefet e tua. Thot fa yudillaka an sabilillah. Se si të shkojsh ka qefet, dije se del pi sebilit Allahut. Domthon, edhe me shku pas qefeve tua, pas epsheve tua, edhe me nejnë sebilin Allahut, nuk bën bashtu. Duhet me ndryshu. Çka do të ndryshu? Do të më prish vetes. Do të mu përplas me egon tonë nëse do me nejtën te sebili Allahut te bareke ve taala. Ose thot Allahu: "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a." Do të kush ban hijret në sebilin e Allahut. Fi sabilillah, ban hijret. Thot kur dalën atona për Allahun. Thot shumë të mira ka me gjetë. Keni vëmendjen? Imagjino, ki punu ti, ka punu bavet, gjyshijat, ki trashëgue, edhe kejt një ditë çka i keni pasunit 2-300 vjet, veshve një ditë kejt i le. Kejt i le për me po hijret. Shka është do me thënja për me mujt me nejnë sebilin e Allahut. I vetë me pas bindje. Ti vesh bindje të me pas me thonë, kejt i la dhe ka me gjetë ma shumë. Kejt i la dhe Allah ka ma kompenzu. Kjo vesh me bindje kjo, të zba ndryshe. Qysh rrjet sebilin e Allahut. Njeri lëkund shumë së në rre. Njeri që ka dyshimet forta, nuk rre. Njeri që për çdo sen pyet, për çdo sen është domethënë me mjegull, ky zore ka mënen sebilin e Allahut. Çka i bë mu sistemu? I bë me sforcu bindjen, i bë me sforcu akiden. Për arsye hijreti është prej treguzve më të majt të vetëpërcaktimit të sahabëve dhe selefit ton, për arsye se u kanë temë madhe, për ndryshe ka qenë shumë e dyshimt, a u përcaktuar fuqishëm apo nuk ka qenë domethënë i përcaktuar fuqishëm. Ose thot Allahu: "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun." Do të mos i thoni njerëzve që vdesin fi sabilillah, që ata në vdekun. Po ata në gjatë tek Allahu duke furnizuar. Çka është mesazhi i ajetit? Mesazhi i ajetit që son rrit në sabilin e Allahut pa pas gatishmëri për sakrificë. Mon ky aty pse meriton më koni gjallë në varr. Se ky domethënë jetën e ka gjallënuar me prioritetin që ka pas për Allahun. Ky çaq prioritet për ta u kon Allahu, ky edhe jetën e ka dhënë për Allahun. Për sa këtë s'bam i thoni dekt. Se ky nuk ka i dekt, se ky jetën e ka pas për Allahun, masi jetën e ka pas për Allahun edhe në varr ky më koni gjallë. Ky domethënë ka pas rregullin e sakrificës. E nëse ky për Allahun jetën e tjera suni le për Allahun. Ky nëse jetën e për Allahun, do se në tjera suni le për Allahun. Domethënë prej rregulla për mujt me nejtën sebilin e Allahut. Do është domethënë mu gatu për sakrificë dhe për flemë për Allahun te bareke ve taala, ose thot Allah subhana: "Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Më bo tim ju bind shumicës njerëzve, që esin pi sebilit Allahut. Nëse ti je gatu çashtu familja, të kanë thonë, kështu ka shkon këtë mileti. Krejt e bojnë çështu darsmë ban edhe ti. Kejt çështu fitojnë edhe ti. Kejt e kanë çështu bëj edhe ti. Domthon që kjo, nëse ti pajtohesh me çiket, Allahu po të ka thënë përpara në Kur'an. He ndjek shumicën. Ti domthon kimë dal pi sebilit Allahut. Që i bie domthon smunët për ty shumica më kanë se ta kallzon çka duhet të çka s'duhet. Ty ta kallzon veç Kur'ani ose Suneti. Domthon ty nuk ta kallzon shumica ose mendimi që është bë së fundmi, domethënë trend, çaj me të kallzu ty të shmetu. Ty të kallzon të shmetu vetëm Allahu te bareke ve taala. Kështu që na të ndërvëzën sura Insan i morëm këshillat, tash do të vesh me vendos. Në kamet edhe një ders inshallah. Thot Allah azza wa jall: "Fa idha azamta fatawakkal ala Allah."
kur të vendosësh për diçka, pasi të vendosësh për diçka, mbështetju Allahut. Domthon për këtë temat, çka mundesh mu vendos, mu vetë përcaktu, vendosu edhe pastaj mbështetju Allahu subhanahu wa taala, elos Allahu azza wa jall, min Allahu thabat, deri sa të takojmë Allahun te baraka taala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.